Në plejadën e figurave të ndritura të historisë sonë kombëtare, një vend të rëndësishëm zë edhe adhetari i shquar, antari devotshëm i lëvizjes së ballit kombëtar, luftetari i paepur për shërim dhe bashkim, Adem Ramataj nga Baballoqi i Deçanit. Adem Rama u lind më 26 gusht të vitit 1900 në Baballoq. Rrjedh nga një familje e njohur me tradita adhetare, nga e cila dolen figura të shquara të cilat brez pas brezi u dalluan për atë dashuri dhe qëndres kundër pushtuesve shekullor. Tradita e kultivuar në përkohë, e sidomos fryma adhetare në familjen Mataj, ndikuan pashmangshëm në ndërtimin e personalitetit të tij njerëzor e kombëtar. Ndaj nuk ishte e rastit që Adem Rama, në kohët ndër më të zymtat, në për cilat po kalonte populli shqiptar gjatë viteve të 40 të shekullit të kaluar, të rënditej në radhat e burërisë liridashëse të kohës në rajonin e Dugagjinit, elit kjo që udhëhiqej me mjaft sukses nga adhetari dhe personaliteti i shquar i kohës Dem Ali Pozhari, i cili ishte ndër organizatorët dhe prisit për mbrojtjen e rrafshit të Dugagjinit dhe trevave të tjera shqiptare nga sulmet serbo-malazeze. Pas luftës së dytë botërore, adhetarët të shquar, në mesin e cilëve edhe Adem Rama i Baballoqit, kishin kuptuar mirë synimet shoveno-serbo-malazeze, të cilët të maskuar nën parullën e të ashtuquajturit nacionalizëm proletar dhe nën masken e komunizmit, bënin torturat më njerëzore mbi shqiptarët, në vend që t'i bënte të barabartë me gjithë popujt e tjerë në shtetin jugosllav të asaj kohe. Në vend se të vepronin ndryshe atje, erdhen bashkë me brigada partizane Malit Zi, edhe në datën 16 nëntor 1924, në Thojza u çlirua vendi, domethënë u riokupua përgjithë. Çdo gjë ndryshoi. Kjo politik hegemoniste serbo-malazeze i ndau shqiptarët në dy tabore, duke vënë në dispozicion gjithë potencialin ushtarako-policor në realizim të projekteve shoveniste të dala nga elaboratet e kuzhinave serbe të llojit Çubrilović për eliminimin dhe shfarosjen e gjithë shkaje që ishte shqiptare. Mirë po, ishte krahu nacionalist shqiptar i organizuar në kuadër të formacionit politiko-ushtarak që për asnjë moment nuk ra pre e këtyre lajthitjeve. Kështu shumë përfaqësues të ballit kombëtar, duke qenë dëshmitar të kësaj katrahure, mblodhen rreth vetes adhetarët anë kontrojeve etnike, të cilët të mbështetur edhe në dekalogun e ballit që përbënte 10 pika, të cilat në esencë e kishin krijimin e formacioneve ushtarake shqiptare për mbrojtjen e çdo pllëmbe të Shqipërisë etnike. Në Dugagjin spikat figurat qendrore e këtij organizimi, përkatësisht ideologu dhe udhëheqësi Dem Ali Pozhari, i ngarkuar me detyrën e komandantit të forcave nacionaliste shqiptare për rrafshin e Dugagjinit dhe plavën e Gucin. Vendi ku jemi, që ky temel, që ky trull këtu ku jemi, për e lidhjes për zërenit e këtej, ka qenë një vend ku janë përgatitur lëvizjet kombëtare, janë bërë përpjekje në këtë terren këtu, janë bërë shumë përpjekje për çështje të adhëz, për mirëvajtjen e shoqërisë shqiptare. Kret roli kryesor ka qenë që të pengohet pushtimi i këtyre tokave prej sulmeve serbo-malazeze. Balli kombëtar ka qenë një platformë politike, një lëvizje për bashkimin e trojave shqiptare. Këtu në komunën e Deçanit, balli kombëtar është udhëheq prej Dem Ali Pozharit, prej Mehmet Agz dhe Qerak Gjakovës, Mehmet Agz Rashkocit. Këta kanë qenë prisht edhe ideologët e ballit kombëtar. Njëri ndër vullnetarët e parë nga komuna e Deçanit, i cili u radhit në mesin e adhetarëve më besnik të ballit, padyshim ishte edhe Adem Rama nga Baballoqi. Ka qenë i organizuar në kuadër të organizatës politiko-ushtarake të kohës, që lirisht mund të themi ka qenë e vetmja organizatë politiko-ushtarake e kohës në Kosovë me orientim adhetar, balli kombëtar, nëpërmjet kreut të kësaj organizate, Dem Ali Pozharit. Ka qenë ushtar besnik i Dem Alis.
ka qenë mashkull shpije Demalis. Ai ka qenë i burri mërshëm, ka qenë i kujdestar i mirë i familjes, ka qenë burr me tradit. Ka njoft traditën, ka njoft merën, ka njoft semet atje. Ka qenë një figurë e shquar e ballit kombëtar, ka qenë një njeri i aksionit. Ajo ka një burr me zonë, ajo ka një burr i paprekun. Ai, kur hi partia komuniste, o qak o duhet me dalë që a konë ballin kombëtar, që nuk o pajtue me ide tyne, ata o duhet me dalë në përmale me bu rezistent. Të prirë nga Demalia në maj të vitit 1941 në Deçan, organizuan popullatën e këtyre anëve në luftë për mbrojtjen e tokave shqiptare në Plav, Gusi, Hot e Grud, që aso kohë ju nënshtroshin masakrave dhe barbarive të çmendura të forcave serbo-marazeze. Baba ka marrë pjesë në luftë në Plavës e të Gusis, ka marrë pjesë edhe në luftë në Shokullare. Ja ka nisë në për Sanxhak e jë ndalë në Shqipni. 3 muaj kum najnë kofi livat gjakut. E kum pas Demalin kryetar. E 4 vjetë kemi bosh Shqipni këtu. Mas 4 vjetë, o quë Italia, o quë edhe Gjermoni. Plavë e në Gusi, o kun baraki Demalis, o kun baraki Ali Baraktarit, o kun baraki i Haxhi Baraktarit Vranocit, o kun baraki Gjakovës, se cilë ka pas atë barakin e vetë. Në atë ko, o ku si tradit kur ka kërsit të poni se nuk kanë pas lajma atëra së telefona së në të zotit, jashtë të premten, se për të premten e kanë ditë që shkujnë mu falë, ka dishka 3 aty, o shku Leoni, Mesetër, Krave edhe të Gjamia Pozharit. Ati i shkon Demalia. Edhe o marrë vesh të demë, që kanë këtë panë? Thot, këtë panë është që ra shkavë në Plavën Gusi. Edhe në ka ardhë urni për Shems Feraj, kanë qitë të Sali Bajaktori, e Sali Bajaktori i ka qitë në përvenda. Këtu në Pozhari ka qitë të Demali Pozhari, të Mehmet Uka, të Bajaktori Vranocit, e shumë njësneq, që gjonja që mos leni se shkun, e jem bledh katuni, edhe tjetë, e këtu e ka gujnus edhe në shkua, që e dini edhe ju në morim edhe e ka dhonë dhe shpijtën e tërë. Se kanë marrë pjesë atje si vullnetar në mbrojtjen e Plavë Gusnis për sulmeve partizanëve qetnike, kanë marrë pjesë 4 vjetë rresht. Balli kombëtar diku 15.000 ka dhonë për trojet etnike shqiptare, që tjetë një Shqipëri etnike natyrale. Në vitin 1942, Demali Pozhari së bashku me grupin e tij morën pjesë në luftë për mbrojtjen e Pazarit të Ri. Po ashtu, ky grup me mjaft sukses rezistoi kundër forcave serbe për 3 javë rresht në luftën e Junikut, apo siç njihet në popull ngujimi i Junikut, prej datës 21 tetor deri më 17 nëntor të vitit 1944. Aso kohë, Ademrava ka qenë me Demalin edhe aty në atë ngujim. Ngujimi i Junikut, si quhet. Gojq me Denica e shkru një tekst atje, një libër në vërtet, e përmend luftën e Junikut, po kurkun asnjë personazh me emën nuk e përmend. Po forca reakcionare, as e përmend Demalin, as e përmend Gjaferdevën, as nuk e përmend këta, domethënë ushtarët ose vullnetarët të Shqipërisë etnike. E dulën ata, u thyja i ngujim, dulën ata, pe aty bile me të thonë vërtetën aty, për që të folet gajerisht, Rambinaki Dashinocit u ka prije e i ka qitë tek te nani të kulla dodës. Kur dalë për ngujimit, për Junikut atje, Demalia e kalon qyrkin në babat. Ka qenë i shpum për plumave kreta qyrk. Ishte kjo koha kur maleve kishin mbetur rreth 40 luftetar që përfaqësoheshin nga Demali Pozhari, Aziz Zhilivoda, Ndue Përleshi, Hasan Remniku, Met Hasani e të tjerë. Dema bërë një rezistencë dhe udhëhesat e lartë shqiptar i qunë fjallë Demalis përmes Fadil Hoxhe, Fadil Hoxha përmes një
kushërinit tonë për i kodralije, që në fjallë atje në strëllë shtepër, i thanë, dem, pas madhin e Zotit, mëse gjakos rafshin e Dugagjinit. Dem më tha, burra, këtë fajet, të gjitha masat që në marë, këtë luftat që kemi bërë për mbrojtjen e plagë Gusnis, mu lem një ato, unë e baj prezisinë. Ju të jetë mu dërzua, me vazhdu jetën që duhet, me shkollu fëmin, edhe me ndaj mirë. Një 7 vetë dhe tha ju, nuk keni pse dërzohi. Nëse dërzohi, e dini që ka u pret. Edhe aty të Demali Pozhari, mu shumë autoritet, po edhe njerëzit e ti. Në këtë kohë, organet e Oznës, në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe bashkëpunëtorët e tyre, bën presion të madh për ta zënë të gjallë Demalin. Në pamundësit kapjes, ata u hakmorën rënd kundër familjes e tij, duke ia vrarë dhe likuiduar të 3 djemtë që kishte. Më 1 nëntor 1946, djalin e madh Miftarin, 22 vjeç, e ekzekutoi organizata e rinisë komuniste jugoslave Skoj. Në vitin 1947, Ozna ja likuidoi edhe 2 djemtë të tjerë, Brahimin 14 vjeçar dhe Afrimin 12 vjeçar. Aparati dhunshëm shtetëror asë kohe ja konfiskoi tërë pasurinë duke ja djegur edhe shtëpinë. Ndërsa gjatë viteve 1926-1948 pas arrestimit, familjen 20 antarësh ja burgosin në burgun e improvizuar në Gjakov. Nga torturat më njerëzore në burg vdes gruaja e Demalis, Hatmonja, një foshnje 3 javëshe vdes nga uria, ndërsa vajza e Demës, Zylihaja, smurët rënd psikikisht, pasojë të cilave i vuajti gjatë gjithë jetës. 1947, babën tim edhe nanën tim e lëshuan për i burgut Gjakovës, me qëllim që të përgatitet tereni, shumica familjes që në burg atje, këta lëshuan për me gjithë vend këtu me ardhë me kontrolu atje dhe me kap lidhet me Demalin. Për kundër këtyre fateve dhe pasojave të rënda, populli i Dugagjinit e mbështeti Demalin dhe bashkëveprimtarët e tij deri në fund. Në mesin e tyre, përsëri do të spikat Adem Rammataj nga Babaloqi, i cili edhe për kundër torturave dhe izolimeve e mbështeti pa asnjë hezitim. E moj man Dema është ardhë me komitë shumë se tash ai o konë ku ka pas amjet. E ka nej ata 26-ën ka nej shumë ku bashkët, në fillim 27-ës, deri ka dhjetori aty, ka dhjetori ka dalë një legalitet thellë. Po kush e maj ka thu, populli e ka ndesh shumë edhe ka ndeshu shumë. Edhe në bjeshkët e Babaloqit, Adem Rama për vite me radhë e strehoi dhe mbajti me ushqime veshmbathje Demalin dhe bashkëluftëtarët e tij, natyrisht në kushte dhe rrethana tepër të vështira, sepse tashmë Dema kishte kaluar në ilegalitet të thellë, ndërsa për vendodhin e tij e dinin shumë pak njerëz. 26-ën Demalia ka ndenë bjesht babat shumë kohë, e Miza Adem i pa shpirti dritë në 2 botnat, e ka majtë edhe ka ndenë në Demalin. Sa aty tash pat najtaj një kohë, Dema, Mehmetaga, i Rashkocit, Rambinaki, Nupërleshi, Isut Musa, edhe tjerë më rënd. E ka majtë me ushqim, me veshmati, i ka pru prej Babaloqit, i ka pru këtu në shpel, po dhe ku ka ndalë në bjesh, pej bjeshe, e ka marrë dhe e ka pru, e ka majtë me ushqim, me veshmati. Me do, bashkë vendas vetë fshatit. Ademi, për gjithë në tërëmje, masak shumit. I mosh këtë dush bukë, stanë vetë, edhe i ke kastani jam, edhe i ke shumë hëra, o sen, adi babës. A i aty thë ke po, mëra po. E i ke malit tu që të në mal ka maj gjithë verën, për të kua qupe i këtu, është ku në kërsh atje. Për natë në zotën. Dush me bukë, e që ke në kërsh atje. Ditën zguzejke, po natën. Masa shumë ju një shërtu, sotë kësë bishojnë stani ishta. Tu për i stanev, atje ku jemi me stane, edhe deri këtu diku janë vish me ardhë 3 orë. Për mu këthy duhen s'pak këtu 6 orë. Edhe këtu o bo një rrugë të në kohën që shkallëzën Agjaja Mriza, që si thmije kam rinjat ku dhe ka arë me babën e vetu që më kallëzëj, ke tha gjithmonë u thëj ke gjyshi i natën. O desh me mbledh ushqimi natën e për disa familje, fshatit Baballot që ka pas besim ta, me opru ushqimin edhe mu këthy që mos me dit
disa familje tjera që dema po rrinë të më shok, gjithmonë e desh me punu natën. Edhe për shembull duhet me qu 10 muj, me dhon ujë atje, 10 te kroj, edhe ka gjendra 10 aty i kanë zduk gjurmat e njerëzve, gjurmat e kputësve, edhe s'ka mujt kush me ranë fije. Bashkohanikët edhe sot e kësaj dite i ruajnë të freskëta kujtimet e tyre të atyre ditëve të zymta mbi qiellin e vrarë të dheut. Shëmbetin e kishë shpinë kajtë, Jugoslavin. Kajtë e kishë shpinë. Ku mësë më metë kujdes, si në u thotë që më qëtë cili, u thotë ke për veti. Ko hështirë. Allah i botë më ramet. Ata më nëshme në hongë për zgjallë, jesë ku të gjëshin pak në greshë. Në këto rrethana, Ozna, e ndihmuar edhe nga bashkëpunëtorët e saj shqiptar, e përcjellin vazhdimisht Adem Ramën, i cili me besnikëri të madhe vazhdonte të ndihmonte Demalin. Kështu 12 dhjetor vitit 1947, në familjen e Adem Ramës trokiti tradhtisht së bashku me acarin e asaj nate. Ademi ftohet në bisede informative nga sigurimi shtetëror në kooperativën bujqësore në Gramacel, kinse për t'u pyetur për mospagesën e tatimit të pronës së tij bujqësore. Lajmi për arrestimin e tij u përhap shpejt në fshat. E morën Adem Ramën. Pak shumë e konë, a dim një konë. Tu dera i mojta do e qojtë u qita dhe në dorkë, e dole në pru për dera ke mujtë, mila duhet. Po vjene këtari një se konë. A, kërë shishim ato në katunë, Allah i botë më ramet. Tonë e dishim që gjikon mërtash. Te poshtë unë gjanë prua, po e laj duart e ka dalë dole, fillën në bërë të ademit. O hi mëna ka këmë një zonin kër ka bërë zonë, do kanë kuvanë mëna, së va në hiqë. O, dalë më ademi. Boja unë mos dhe më kështë, i lau duart edhe mama. Bakë. Baba kënë të qitlohë në si thmi, mas babe. E i ka thonë, tha, je i thirë në komunja konë në Gramacel, dishka me të vetë për parez. O hi të shpia e u ka kalzue që qështu. E i kanë thonë, nona vetë, nona jeme, ladhi vetë më shka, se dishka më s'pëdojnë më të më të nëtue, më të pëdojnë më të... Dhe jo mërë veç për do parez, tha ishin kam vesin. O dalë, ma dritim, o shkue, bike ka pak borë se para dit e dim një zi që i thojnë me 12. Data 12, o konë mujë dhetorit. Halilit, djalit Ademit, edhe sot i shfaqen si hena kobzeza bishat me figur njeriu që në përduar ja rëmbyen baban, që nuk e pan as një herma. Une ku për qëllo, bab, ku për shkone, o që hajt imrana, se që për vija, o bab, ku për shkone, hajt imrana, tek te në një dalë të urat e mullinit, e që konë mullini midis katunit, aty janë nënën, nuk e kom pa mo, unë jëmë këthyjëm hisë thmi, mrenën të kajtë. Kaja i tetu gjamia, hupi mas gjamia, te mi mrenën, dhepën shumë. Babra hoj, ka zote në mund ati. Ush babë mërë, jilë hamazë ma kështë, bra, për më imë të demrama. Asha zotën po, ditë të masë se ka pa kështë mundë. Se ke bëjqë. Pas bisedës informative në Gramacel, Ademi i shoqëruar nga një grup ushtarësh sërb, niset rrugës së vdekjes, nga e cila nuk doli gjallë asnjëherë, pasi që nuk pranoi të tregoj para gjelatëve pushtues se ku ndodhej Demalia. Ai me vetmohim të jashtëzakonshëm zgjodhi rrugën e vdekjes para asaj të tradhtisë, duke u bërë shembull i sakrificës për gjeneratat që do të vinë. Ka qenë dilema jetike për ta, ose të pranoj të bashkëpunoj me Oznën serbe dhe të tregoj ku është kreu, që e ka ditë saksisht ku është, i ballit kombëtar, ose të ekzekutohet. Në mes të dyjave, ai me vetdije plot zgjolli vetë flijimin, pranoj vdekjen dhe nuk pranoj që të tregoj se ku gjenden bashkëluftëtarët e tij dhe kreu i organizatës balli kombëtar Demali Pozhon. Pas shumë orësh ecje në përdëbore acar,
rrahje torturë njerëzore mbi trupin e tij, rafale krismash do të prishin qetësinë asaj nate të 12 dhjetorit. Në fushën që ndan Llukën e Ult e Pozharin, mbulohet me gjak trupi i Adem Ramës, këtij patriotit të madh që për asnjë çmim nuk ulkun nga virtytet e shëndosha familjare dhe përkushtimit atdhetar që e shoqëruan besnikërisht gjatë gjithë jetës së tij. E kanë shtije në vëd të shtrisë, e kanë quë drejt e nërmje Llukës e Pozharit. Ajo natë, kur është ardhe Adem Rama i Matës dë babat, ka qenë ditë e mërkurë, ka ora 9:30, nuk ka qenë, troket dikush ndërë, jem dalë. Kur jem dalë, e kom po Adem Ramën, thamë, Adem mirë se vjen, Adem. Tha, jo, Baram, tha, a Rustemi, kësu, thamë, valla, jo shku në pej, më i shqip do pëmë. Mana, tha, po. Policia kanë qenë të ura pusit aty, po një 20, a mos ma tepër. I kom parë si kur silueta që ishe një ju, atje vetëm si hija atje. Tha, bëni të falë Rustemit, e bëma halal, e miru pashim të vogël. Atje e konë, ajo që i theshin ujitja, që u vike ujt, e kanë marrë, e kanë shtije aty, kanë bërë tortura tanta, me kallëzu për dhe Mali Pozharin, me na gjithë. Mas një ore, i kom dëgjuë krismat. Kanë qenë krisma pushk, mjatë. Adem Ramën e kanë pushkatuë të një kaskadë këtu, krye katunit atje. Pushkatimin popull o përhap me njëherë, që u pushkatu filoni, po ku pushkatuë, në vend u pushkatuë, ku vërës, sot dhanash nuk ka pas. Po filoni u pushkatuë për shkak se pat lidhje edhe e ndihmoj ballin kombëtar, e ndihmoj Mali Pozharin. Leu këshin një orë këtu e ka marrë Ademin me ushtarë edhe e kanë grinë Pozharë. Puna Demalis, që e konë bashkëpunëtori time. Në Pozharë e kanë dhro, aty e kanë shtinë dhe. Për Mali Pozharin e kanë dhro. Kur ka një dema se e kanë pushkatuë me dhe në dema atje, kanë tërgu të jetë me ta gara shkotit, me t'i pash pjesë. I kanë tërgu, tha, një gjysë ore i kanë shku lëtë rëke kur kanë një për Adem Ramën e babet. O mbet i vrana i tashtit, a konë i gjysnate, a konë gjithë natën e gatë. Tek tejt nesrit mas 2 ditës, na nuk kemi ditë. Të nesërmen më 13 dhjetor të vitit 1947, njerëz të afërm të tij e varrosin në rrethana tepër të vështira mu në vendin kura. Tokë Bekisen e ka vorrin, kanë mojtë më sheftë atë botë. Ato kanë varrot për pa kërka hiç. Si tine dhe kanë varrot. Natën. Një daj i Lumardhit, Selma Rustemi i Lumardhit, o shkue me djallë të mizë vetë, po sa e di unë se tash unë e di gjohë se më konë thmi, edhe do Pozhari i ndalë. Njeni është baba jam, tjetëri është një shoq i katunit aty. Edhe e kanë shtinë tokën tonë, e kanë vorros natën, po konë edhe daja i ti Selma Rustemi pe Lumardhi. E kanë shtinë tokën tonë, që kaq po konë kritik vorrit tina sa nuk mujtë me konë si vorë, po rafsh. E kanë vorros, ja ka hjek herken, ja ka desh herken, e ja ka qitë sipri, e ka mluë me dhe. Mas 2 jave, është quhe nona me gjithë vlan e dytë rizen, e jonë shkue, e kanë lypë, atë varë e kanë gjetë, e kanë marrë shatit vogël me veti, e kanë shplu atë varë, e ja kanë marrë tej, shokë sipri, ja kanë zerë lejen, ja kanë zerë sahatin, e ka pas sahatin e gjepit, e ja kanë marrë briskin, po dhe i briski kish pas në gjep. Ishte tepër rënd kur familjes Mataj dhe fshatit Baballoq ju ndalua rrepsisht edhe hapjet pamës, duke u detyruar t'i mbyllin dyert për miqtë e dashamirë që do të vinin në ngushëllime. Pas kjo vra Ademi s'ke mujtë me të pashtë fane me majtë.
Jashtë kush është kuë, mu natën pa ditë kush është. Po ne këtu nuk në leshin me qilë të pane. Asë të gudzojke kush më nahim rëndan. Tu në rrujshin rinia, milicia, më s'me nahin kush më rëndan, asë gudzojke kush asë me nahi, asë me dalë. Pos një daj pejrache, qaj është ardhë, e ka bujt një natë. Daja i lumardit që e vorrosi është ardhë dhe ka najtë 10 ditë në tuna, asë në heke kush në delke, registru fi babat i hi përbaqe, e në ka shëndosh kryt, edhe cën regja, cën botusha, edhe aj o hije, edhe aj qashtu tinës, me që ka përfundue e pamja e tine. Familja e Adem Ramës mbeti pa krye familjarin e devotshëm të saj, duke e vujtur mbi kurriz për vite me radhë peshën e rënd të skamjes e të izolimit. Na përjashtun, na theshin bandita, terrorista, kem pa vujt sa na dhun zullumin, sa u dufti edhe tokë me shit, sa na ngarkun me tatime, me pare tujt, me can e ot kupne të shpin. Shërzëtën veç rëmë të gjallë që i mikon me që qaqëfar që tesh në kanë pasë, në kanë panu zullumin. Dërsa varri ti në livadhin e familjes e Bek Hysenve nga Luka e Ullët, do të ruhet me fanatizëm plot 57 vjetë me radhë. Familjes Bek Hysenit, ata paqin e bardë, se zhytën ata jënë ra e kanë rujt atë varë, edhe ata një familja patriot, që na kanë thonë, ta në heret, jo më në ndrejtë varë, për ndash mi bo kullë bëne. Kështu hish me s'ki det, nena vikës ta kanë pas midis toke. E ata paqin faqin e bardë, ata qysh është mund asë më konë me pa pas të familjes vetë, ata ma tepër nuk ishin gjithë se jenë gjithë për atë varë. Edhe peja saj dite me dësheja i ti minu aty. Se sa ka qenë koha e Rankovicit nuk gudzue, atë vorë me ditë që jo vorë aty. Po në bazë që ati shenjat, migja, baba e familja jeme e ka rujt vorën e tina. Kur Rankovicit e mas atëre kem pak mash lirë e kemi vorën si vorë. Më 7 maj të vitit 2004, me vendim të ish komandantit të zonës operative të rrafshit të Dugagjinit Ramush Haradinaj, eshtrat e tij do të rivarosen në kompleksin memorial të Baballaqit me ndërime të larta ushtarake nga trupat mbrojtëse të Kosovës, krah dëshmorëve të tjerë të lirisë, për të cilët Adem Rama kurdoherë që frymëzim për mbrojtjen e tokës së të parëve dhe gur e pashtëruar e atë dhe dashurisë. Aty më të thonë të vërtetën, Ramush Haradini e ka bohe atë nxerrjet tine. Ramushi më tha, ti nuk i nevoj më marrë ma atë punë hiq, që ladin vorën e thash po. I qoj ushtrin, edhe i ka qu Ramushi ushtrin. I ka qu një 7 ushtarë, e i ka qu me kërë, e mas 57 vjetë, kur i kum gjete eshnat e tine, valaj, e kum kap kryt e tine në dorë ashtin e kres, e kum pus për i gzimit që gjeta dishka. E kemi prue rivorros me këta djemë që në vranë që të luft në vorët dëshmorëve në Baballaq. Adem Rama ataj ishte njëri nga protagonistët e rrugës së gjatë të lirisë, kësaj rrugë të sakrificës dhe përpjekjeve tona të vazhdueshme që shpesh u goditën rënd, por asnjëherë nuk u ndalen dhe nuk u këputën. Prej më shumë që gjysmë shekulli, ne sot po e rehabilitojmë në tokën tonë, në tokën e tij të lirë, në tokën e Kosovës, njëri nga atetarët e devotshëm kësaj treve që tërë jetën punoi me përkushtim për këto ditë lirie për vendin dhe komin. Ky atetar nuk u pushkatuar asisht, nga se ishte një atetar i devotshëm i rreshtuar në ballin kombëtar. Ai kishte marrë pjesë në luftimet e zhvilluara në Plavë dhe Gusi gjatë luftës së dytë botërore, bashkë me Demalinë e Pozharit, Ram Binakun e Dashinocit, Mehmet Agën e Batushës e tjerë. Dëshmori i kombit Adem Ramataj është kapitull i veçantë i luftës sonë, i bën nder jo vetëm Baballaqit,
por edhe historisë nacionale në përgjithësi. Ademi e konë bagi kombëtar i shqiptarit. Ka lishtu për qëllëvëm për kom shqiptar. Shumë herë o djegë për komit. 3 herë 4 ju ka djegë kulo. O djegë për Demaline, o djegë për... Aj me pakoni gjallë, me pakoni gjallë, adi. Këtë nëshve të Kosovës atë ja këshin pa hajri, së kur Zotit. Aja ka pas besën e Zotit. Ati ku është në valë. E ka pas besën e Zotit. Njona komit shqiptar, a kona Ademi. Adetari Adem Ramata nga Babaloqi u ekzekutuar nga Ozna Serbe si nacionalist në vitin 1947. Adem Rama është në vargun e dëshmorëve të Adheut, që me gjak e sollë lirin. Çdo ata që binë dhe Serbia me mekanizmin e vetë ka rritë qëllimin cili kujdon ata për herjen më të mëdha, sepse rrezikin nga ata është shumë i madh. Domethënë ka pas ballista mjaft, po është likuiduar në mënyrë më mizore, më të organizuar, siç e ka pas organizimin shërbimi Oz. Figurën e Adem Ramës Mataj e vlerësoj si një burr shumë të devotshëm. E vlerësoj si një burr besnik, si një burr që pati idealet larta, si një burr që në lanër të në thrujve. Edhe kur nuk jam gjendje me thonë ato është ka një shpesnik për shembull, nuk jam gjendje me thonë se të vdoket sikur me pa ndodhur gjë. Jeta dhe vepra heroike e Adem Ramës u bë frymëzim për niprit e tij në Babaloq, të cilët gjatë viteve 1998-1999 ishin pjesë e pandar e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës deri në çlirimin përfundimtar të vendit, kur rrezet e lirisë shpërthyen gjithandej fushës së artë të Dugagjinit. Babaloqi me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke pas parasysh se pat fatin të jetë vija parë frontale në Kosovë, sigurisht se mbështetje dhe bazament nga kaluara ka pas dhe veprimtarinë e jetën e nacionalistit dhe veprimtarit adhetarit Adem Ramata. Adem Rama ishte gur themel i këtij karvani gjatë që sot na ekzojnë lirin, po edhe nën djemenipa të tij që janë vazhdimisht në luftë. Që është përgëzu fati edhe për më mburë gjithne, që edhe ai cili trashëgon emrin e tij, Ademi i ri Adem Mata, i ka qenë përgjegjës për vijën e frontit në fshatin Babaloq deri në çlimin definitiv të vendit. Puna e tij adhetar dhe përkushtimi i tij kanë diku që të frymëzohen pozitivisht, ndoshta edhe nipat e tij dhe banorët përreth këtij fshati. Gjithë kemi qenë përkushtuar që ta vazhdojmë rrugën e tij dhe ta trasojmë rrugën e tij. Të gjithë që kemi qenë të mobilizuar, me vllazër, djemtaq, kushërit, gjithë farëfisi me një farforme, ka qenë si udhë rrëfys, ndoshta si frymëzimi yni edhe tradita nga gjyshi. Dhe të tajtë mision, të cilin në atë kohë gjyshi nuk ishte mundur për ta realizuar me luftetarët e vetë, ndoshta ishim e gjenerata ne, që pak ndoshta ishim edhe me fat, e realizum edhe një ëndër shekullore, me farforme rrumbullaksum ato gjitha ato përpjekjeve, gjyshit tim, gjyshërve tjerë dhe breza të ndryshme në përjulla, të cilët luftuan për me ardhur deri sot ku gjendet Kosova dhe mund të thënë edhe kombi shqiptar. Babaloqi, ky fshat që zë vend në zemrën e Dugagjinit plak, sot është më krenar që nxori nga gjiri vet Adem Ramën, i cili me veprën dhe përkushtimin e tij adhetar është renditur në faqet e lavdisë kombëtare. Pranë kullës së qendresës, në kompleksin memorial të ngritur në lëndinën e bukur sipër fshatit, krah përmendorëve të dëshmorëve të Babaloqit, është gdhendur për përjetësi emri i luftetarit të lirisë dhe patriotit të shquar Adem Rama, duke rrezatuar atë dhe dashuri dhe dritë për mote e breza që do të vijnë.